Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Kosovë, do të flasim me Arjan Gaxherin, njohës mjaft i mirë i situatës politike, por jo vetëm asaj ushtarake gjeopolitike, me studime që ka përfunduar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shkollën ushtarake, me pjesën tjetër të studimeve në Universitetin e MNU, por edhe me shumë certifikata, jo vetëm mirënjohje, por edhe ekspertizë dhe njohje mjaft të mirë në fushat të tjera. Zoti Gaxheri, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje zotëri Bolla, faleminderit për ftesën, nëpërmes juve i përshëndes gjithë shikuesit shqiptar. Faleminderit ju. Zoti Gaxheri, çfarë po ndodh me qeverinë e re? Kush nuk e do që të bëhet qeveria, pra të konstituohet parlamenti, kuvendi, edhe të formohet qeveria e re? Kush po e mban peng? Por edhe në fundit ju ose edhe njohës gjakftohet i sigurisë, a mundet që ta lëmë edhe shtetin pa qeveri, qoftë edhe për pak ditë me gjithë këtë vorbull që po qarkullon? Zotëri Bolla, nëse jemi vetëdijshëm që edhe jeni i nxënë me shumë intervista të tjera, por praktikisht kisha pas shef ta ngrit si çështje 4 prill me duket e kemi pas një intervistë së bashku dhe çka kam thënë aty është se është e nevojshme gjitha, do të thotë, rrethanat janë që liderët partijak të vinë rreth tavolinës së rrumullakt për konsenzus politik, e cila do të sjellë primar interesin shtetëror para asaj partijak apo individual. Kjo është çka kemi thënë herën e kaluar para se të fillojnë këto lëvizjet që po shohim tani. Edhe a ka ndodhur tani ajo s'ka ndodhur. Dhe si rezultat i kemi këto pengesat kur fatkeqësisht partia politike lidere që është në Republikën e Kosovës, e cila është vetëvendosje dhe është barë e liderit të vetëvendosjes, siç thot fjala tek ne popullore, i madhi duhet me afru të voglin, dhe ai e ka pas përgjegjësi që t'i thirrë gjithë liderët partijak rreth tavolinës që të kenë konsenzus për çështje shtetërore, që të parafrojnë mendimet dhe pak a shumë në njëjtën kohë vetë lideri i partisë së vetëvendosjes do kishte marrë informacion se me kë parti ka parafrime ideologjike apo edhe të interesit shtetëror. Me që ndjes se po ju ndërpres, këtë në mos gaboj dhe sipas mediave e ka bërë me Limajn, se duket sikur ka edhe një marrëveshje të heshtur që po pritet sa të formohet konstituohet parlamenti, kalojnë direkt tek ndarja e tortës. Po, ajo që po them unë, do të thotë zotëri Kurti ka rënë në kundërshtim me veten, sepse ka qenë gjithmonë shumë kundërshtues i asaj që njihet edhe pragmatike se ato të ketë numra, do të thotë në lojën e numrave. Tani është rënë në nivel të cilin në mënyrën më të egër e ka kritiku, tani është duke bërë të njëjtën gjë. Dhe mendoj se zotëri Kurti e ka pas mirë atëherë, jo tani, të cilën ai bën për hir të numrave, megjithatë gjasat ai shifet se është gabim i Kurtit i cili do të kushtoj Republikës së Kosovës në mos krijimin apo mos vazhdimsinë e institucioneve mbi kredibilitetin e qenit kompetent institucionet. Dhe gjithmonë me përdit do të thotë rrezikshmëria vjen duke u rritur se qytetarët e Republikës së Kosovës të ndjejnë do të thotë më pak besueshmëri